Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka deklaruar nga Durrësi se Shqipëria do të intensifikojë marrëdhëniet reciproke dypalshe në planin ekonomik dhe politik me Serbinë, dhe së shpejti një delegacion i qeverisë shqiptare i kryesuar nga kryeministri Edi Rama do të vizitojë Beogradin. I pyetur nga një prej politikanëve të rinj serb gjatë një seminari për demokracinë, Bushati nuk nguroi të përgjigjet rreth marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Serbisë në të ardhmen, dy vende të cilat aspirojnë për Bashkimin Evropian. Kryeministri i qeverisë shqiptare për herë të parë pas 20 vitesh do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Serbi dhe do të takohet me homologun e tij serb, ku janë parashikuar nënshkrimi disa marrëveshjeve ekonomike. Bashkëpunimi do të jetë në sektorin e transportit, turizmit dhe bujqësisë. Ne i qëndrojmë bashkëpunimit të ngushtë me Serbinë ashtu si dhe me shtetet e tjera fqinje. Kjo deklarat nga ministri Bushati erdhi gjatë seminarit dyditor Akademia Rajonale për Demokraci, që ka nisur në Durrës duke mbledhur udhëheqës politik dhe civil të 7 vendeve të Ballkanit. Programi financohet nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Ndërkombëtar i Vishegradit.